një mësim I mirë nga rrugtimi juaj jetësor. A duhet ketë dikush moral dhe empati për të qenë një politikan I suksesshëm? Apo thjesht që t'jetë lojtar I mirë, se është dhe kjo ideja e lojtarëve në politikë. Por mua për të qenë I suksesshëm duhet të ketë patjetër moral dhe empati. Jashtë morale dhe empatisë, unë e kam të vështirë të mendoj. Edhe ata që ju rrethojnë ju? Urdhë? Edhe ata që ju rrethojnë ju? Në tërësi kjo, nëse më pyet jashtë morale dhe empatisë, pastaj mund të kesh një sukses, po do të jesh problem I madh. Do shtrohesh problem. Pra I kushtoni rëndësi moralit të njerëzve që janë në politikë. Pa diskutim. Pa asnjë diskutim. Okay. Nëse do të kishit mundësi që të ktheheshit në kohë, çfarë do kishit bërë ndryshe? Mund të kisha bërë shumë gjëra ndryshe, sepse unë ruaj një parim. Shumë të çmuar nga Nietzsche. Te I kalimin e vetës. Por njeriu te I kalimin e vetës nuk ka vetëm një rrugë për te I kaluar veten. Mund gjesh mënyra të ndryshe për te I kaluar veten. Unë nuk them se kam gjetë gjithë mënyrat më të mira në te I kalimin e vetës. Po te I kalimi I vetës është kusht themelor. Nuk ka filozof si Nietzsche. I riktheheni ndonjëherë? Shumë herë. Unë kështu e kam. Çfarë do t'i thonit vetes tuaj 30 vjeç? Tani. 30 vjeç, përsi do kisha zgjedhë mjekësinë. Në atë kohë, sepse s'do kisha këtë formim politik. Por me këtë karrierë politike, natyrisht, politika është arti të vështirës, po që t'jep mundësi më shumë se çdo gjë tjetër për të ndryshuar realitetin. Ju jeni njëri betejash, njiheni si njëri betejash, I doni betejat, po ka disa njerëz që ndonjëherë nuk gjejnë as më fuqi për të luftuar. Në ato raste, po tek dorëzimi, Zotit, fatit, a besoni? Në qoftë se të lënë fuqia, beteja është e humbur. Është Don Kishotizëm. Por kur je plot fuqi dhe energji, nuk mund bëhesh kurrë dezertor. Asnjë mënyrë. Pra nuk mendoni që fati ka rolin e tij? Ndonjëherë dhe në mos veprim? Fati ka, por në ç'kuptim? Jo amor fatis. Atë duje fatin tënd, jo. Krijo fatin tënd, po. Cila ka qenë dhimbja që ju ka ndryshuar? Uria shqiptarëve. Me ka ndiku shumë. Edhe rënqethem dhe sot kur e kujtoj. Ajo që përmendet më parë. Ajo që përmendet më parë. Unë e kam përjetuar shumë keq atë. Edhe në fakt morët vendim kundër saj. Sepse ajo ishte një gjë që për fat keq më tha një pakicet e njiftate. Në kushte asaj diktaturë, njerëz që jetonin në qytet dhe që s'kishin lidhje me fshatin ose që nuk lviznin, po unë isha mjek dhe unë e njihja mirë atë. Çfarë duhet kuptoj njeriu herët në jetë për të jetuar më I qetë? Vetja e tij. Njeriu duhet të jetë vetja e tij për të jetuar I qetë. Edhe ta kuptoj veten. Po. Okay. Momenti më I dashur familjar që ruani në kujtesë. Përmendet pak ato udhëtimet në Pogradec, po ndoshta ka diçka për te. Momenti më I dashur familjar, sigurisht kanë qenë lidhje e fëmijëve, martesat e tyre, fëmijët e tyre. Këto kanë qenë për mua lidhje. A ja shprehni dashurinë familjarëve? Po, ne jemi një familje e lidhur. E shprehni me fjalë?
Ndoshta një përve ose... Një përmesa, pa diskutim, por ne kemi rujt një tradit. Edhe e kemi rujt mirë. Ne çdo fundjavë, përveç se kur nuk jemi, ne e kalojmë bashkë. Edhe kjo, ku thepi, kjo... Këtu, ju fëmijët edhe niprit, ë? Po, kush janë? Ata që janë, ata që si janë zërës në për. Por ne e kemi rujtur këtë tradit, dhe kjo them se ndetat e ndryshon javën. Bën një diferencë me ditët e tjera të javës. Po si gjysh, doktor, si keni qenë? Se më folët në qikë si baba si keni qenë, po ka ndryshuar raporti si gjysh? Unë shikoj që në iPad-in tuaj është gjithmonë fotoja e mbesës. Ka ndryshuar sigurisht, ka ndryshuar, do më thënë, po, ka ndryshuar, kam një... Pa diskutim që ka ndryshuar. Raport më soft? Më ngroft. Raport më ngroft, çfarë më i ftoft? Jo, më soft, do thasha, më i ftoft. Po, pa diskutim, më soft, më ngroft. Ka. A keni pasur miq të ngushtë dhe jetë gjatë? Po, edhe sot. Miq kam, që nga... Keni që nga 50 vite, 50 vite. Janë të ndryshëm nga ju, si natyrë? Edhe janë. Edhe kemi përputhje në mendime. Po kam disa, jo një, kam disa. Takohen herë me ta? Takohen herë masere me ta, po. Takohen. Për çfarë flisni? Politik flasim. Jo, shpresoja se të ishte diçka tjetër. Sipas se janë të ndryshëm, janë, po kam një. Jo, mendova se do dilit jashtë politikës me ta. Jo, edhe mund të flasim, edhe jashtë politikë flasim me ta, po. Okej. Jemi miq familjar, në ta jemi. Pa. A falni, doktor? Pa diskutim. Si e falni dikë? Jo, po çdo njeri ka një... Pa asin diskutim. Është nuk mund të ketë zemrin përfundimtar. Jo. Okej. Jo, fakt. Çlironi dhe veten në një farë mënyrë. Jo, pa diskutim. Nuk varet nga unë ajo, do në falë unë nuk e kam... A ndjeni sot më i butë apo më i fortë? Sot, më i butë apo më i fortë? Koha është më i fortë. Dikton kohën. Jo, sepse tani edhe koha që kalon ka tendencën t'i zbusë njerëzit. Unë të faktën të baba ime kam parë këtë. Po kjo kohë shumë e vështirë. Të themi atë që është, shiko, ju e keni mirë zonin të futin politikë dhe unë e pranoj këtë se kjo karakteri kësaj bisede quar. Por po të hymë të analizojnë. Sonjana, me ka rastis disa herë bisedat gjata me miq të huaj. Dhe kur u tregon të realitet, ndje një farë vështërësi në rrëfimin tënë, se në tërësi duket i pabesueshëm. Po, ne kemi diskutuar. Dhe në mënyrë të pavarur, jo një po, në disa prej tyre, duke më thënë, gjëra të pa imagjinueshme, por të vërteta. Pra ne kemi arritur në këtë situatë. Edhe kjo situatë, aq sa është, themi të vërtetën, e pa pëlqyer, aq është dhe motivuese për të ftuar kundër saj. Se përndryshe pastaj kjo shkon duke u bërë edhe më keq. Si mendoni që do t'ju gjykojnë gjeneratat e ardhshme? E gjithë sekreti im është se kur nuk punova për histori. Jo. Ja, absolutisht. Ashtu, a? Jo, i çliruar totalisht. I çliruar nga kjo. Plotësisht.
Po do ishte, Plotësisht. do ishte peshë e rëndë, doktor. Plotësisht. Jo. Çdo gjë që e kam bërë, nuk kam bërë për histori, e kam bërë duke menduar se është zgjidhja më e mirë, interesi i vendit më i mirë, me fjalë në këtë formë. Historia është një muze, është muzeum. Unë Po për sa kohë, sigurisht që ndjeni që po bëni gjën e duhur kjo, edhe një të duhur kolektive, sigurisht. jo, nuk kam punuar për histori. Doktor, faleminderit. Unë këtë përgjigje në fundit nuk e dija, edhe u surprizova. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Po kjo ishte një bisedë shumë e bukur. Faleminderit që ishit kaq i hapur, edhe kaq i ngrohtë dhe lat pas shumë mesazhe.